Lidhja elektroenergjetike mes Maqedonisë dhe Shqipërisë merr një shans të dytë. Është vendosur gurthemeli i linjës 400 kV Manastir Elbasan. Pikërisht me këtë projekt, i nisur në vitin 2014, filloi edhe emisioni Biznes 21, hulumtimi se ku përfunduan 50 milion euro për lidhjen tonë energjetike me Shqipërinë. Hulumtimi i nëntorit 2024 nga terreni zbuloi se një pjesë e projektit ishte bllokuar, linja Manastir 2 Elbasan, që duhej të ndërtohej nga kompania Energoinvest nga Sarajeva. Pas kësaj pësoi ndërprerja e kontratës dhe përzgjedhja e një realizuesi të ri. Kryeministri Mickovski tha se ky projekt ka qenë një nga më kompleksët me të cilët janë përballur. Ai mbyll boshllokun energjetik në korridorin 8 dhe vendos lidhjen e fundit energjetike që mungonte me vendet fqinje, tha Mickovski. Беше набавена sa modelот опремата без суштински напредок на терен. И тука доаѓа суштинската разлика. Ние не дозволивме овој проект да остане уште една пропуштена можност. Për drejtoren e MEPS Zburim Latifi, me realizimin e këtij projekti, Maqedonia dhe Shqipëria fitojnë një lidhje të re, të fuqishme dhe strategjike elektroenergjetike, e cila do të forcojë sigurinë e furnizimit. За 4 години проектот не бил реализиран ниту 4%. Следствено, ги идентификувавме слабите точки, ги елиминиравме административните бариери и за кратко време го претворивме овој проект од проект на хартија во проект на терен. Ky projekt është dëshmi e qartë se bashkëpunimi rajonal funksionon, theksoi ministri shqiptar i infrastrukturës dhe energjisë Karakaçi. Sipas tij nevojitet bashkëpunim i përbashkët edhe për projekte të tjera të rëndësishme në infrastrukturën rrugore dhe hekurudhore për të përparuar me ritëm më të shpejtë. Duke e vlerësuar maksimalisht të projekt, ne jemi investuar intensivisht në pjesën e linjës që kalon përmes Shqipërisë dhe me krenari, por me mirë kuptoni, jo për efekt të bërjes së konkurrencës, se nuk do të ishte vendi ky. Mund të themi se kemi arritur në 80% të punimeve për ndërtimin e linjës në territorin shqiptar. Linjën do ta ndërtojë një konsorcium i udhëhequr nga prodhuesi kroat i pajisjeve për transmetimin e energjisë elektrike. Është nënshtruar kontratë me MEPSO në vlerë prej 19.7 milion euro. Afati i realizimit është deri në mesin e vitit 2028.